morëm dhe motrën në aksion, motra e vum regjizore, pra ajo ri mbrapa kamerës. Ajo që mban telefonin e drejton, ka vënë atë seancën e parë e bëm kështu gabimisht, na shkoi kamera në vend trinte kështu horizontal, na shkoi vertikal, po ajo video mori më shumë nga të gjitha. Nuk e di pse. Dhe ishte shumë e thjeshtë. E shpërndam, bëm atë adetet që do video, e parë që jeni ishte komod me atë. Dhe pastaj tha majt bëjmë dytën. Te dyta u bëm shik më profesionist, morëm dhe një stativ, morëm dhe një gjë që të mbante kamerën, rregullum pak pjesën e ndriçimit dhe fillum duke bërë gati para përgatitjen. Dhe mua kjo më pëlqeu, serioziteti me cilin e mori. Pra normalisht e kishte qef. Okej, the hajde ta kanalizojmë. E mori me seriozitet sepse filloi duke planifikuar episodin e ardhshëm, duke strukturuar programin, se ju që jepni programin ju e dini, strukturon programin, do flasim një herë për këto ndeshje që kaluan, do flasim për komentin, për statistikat, pastaj do flasim për ndeshjet e ardhshme, do bëjmë parashikimet. Pra, gradualisht u krijoi një strukturë që mua filloi e parë që serioziteti nuk i mungonte dhe pse jo, duhet t'ja ushqej. Pse jo do t'ja ushqej, se këtu e kam një diskutim, për shembull, është kjo mosha tani mbi 9 vjeç, 10 vjeç, edhe pak më rritur se sa Enjo 12, që kanë të dëshirën për YouTuber, për podcastet e tyre, për janë shembuj të ndryshëm që shohin të rinjt e tjerë që komentojnë, dhe një kërkesë të tillë e kam pas për shkak dhe unë nga djalim. Por ti je në këtë dilemën, janë të vegjël, pse do ekspozohen, pse do dalin? Edhe ti jo vetëm se ke pasur tani të favorizon zanati, domethënë, apo dhe pse s'ke meraqe, ku e kam gabim unë si prind nga ana tjetër? Të kuptoj. Pjesa që unë e shtyva është sepse Enjo nuk e tregoi në fillim kur e pyete për YouTube-in, se kishte emocione mbase. Po koha më e madhe që po ti lesh në shtëpi brezin e Enjos ose shokët e vet janë para YouTube-it. Para YouTube-it shohin materialet ndryshme që ne përpiqemi t'i monitorojmë, pra në sensin të jemi të kujdesshëm me atë që konsumojnë. Mirë po, kryesisht i çon pasioni që të ndjekin futbollin apo ndjekin gjërat që lidhen me atë, dhe ky me orë të tëra e konsumonte. Tani ti e shikon që nuk e ndalon dot. Pra kur ishim ne të vegjël, televizorin duhet ta shihnim me orar. Edhe programi ishte me orar, por prap donin shihnim çik më shumë, e prishnim çik. Ta kanë YouTube-in. Çështja është që ta kanalizojmë që këtë informacion, këtë kohë që shpenzojmë, mos ta shpenzojmë së koti, sepse aty ka kontent, siç ka kontent të masiv, ka dhe kontent të mirë, ka kontent të zgjedhur që mund t'i marrin. Pra nga ai kontent i YouTube-it ka mësojnë gjuhën e huaj, siç kanë mësuar brezi këtyre gjithë dinë anglisht, sepse mësojnë nga YouTube-i, edhe që kur lindin. Pjesa e dytë është se mësojnë, nëse e kanalizon që të marrin informacion të mirë, mësojnë statistika, marrin informacion të vlefshëm. Ky e mori për futbollin, po si për futbollin, e kanë marrë për lojra, e kanë marrë për ku diun për bëjnë lojra për pjesën e gjeografisë, pra shumë i mirë në gjeografi sepse konsumon shumë kontent nga ajo pjesë dhe ti kupton që këtë informacion që merr duhet ta përkthejmë në një vlerë, në një gjë që do t'i shërbejë në jetën e vet. Pra praktikisht ne besojmë që teknologjia duhet na ndihmojë, kemi qenë edhe herë tjera këtu. Duhet na shërbejë, duhet ta vëmë funksion dhe pse jo kur i kemi mundësitë dhe me kosto shumë të ulta. Tani kjo teknologji vjen deri te shtëpia dhe mund të çojë ty Enjon praktikisht apo këdo mosha Enjos në shtëpit apo në ekranet e shumë njerëzve të tjerë është diçka që është shumë e arritshme. Patjetër që pjesa e monitorimit është e rëndësishme dhe duhet kuptojmë një gjë që kjo kthehet gradualisht në një rutinë të mirë. Ne si prindër përpiqemi t'i edukojmë, edhe brezi joni ka qenë me atë idenë që t'i shtym, t'i themi ta bëjnë të mirën. Mirë po, vetëm duke ja thënë është që ke vështirë brezi këtyre vetëm me të thënë, mbase mund të kthehet ndonjëherë mbrapsht që bëjnë të kundërtën. Kështu që përpiqemi t'i shtym, të jemi bashkë me ta, të ecim me ta, t'i orientojmë. Po të pyet për like-sat, të pyet për domethënë shikueshmërinë, sa ka shkuar, për sa subscribers. Ky kanalin e ka rrit vet, edhe jo vetëm me podcastin, po bënte ca video, i montonte, i krijonte me green screen, si i bëje? Mi tregojnë çik. Si ke bërë ti, Enjo? Për shembull, ishin ca video, unë i merja ato video dhe i montoja, të ishin madje më të mira, që... Po qa, video që i bëje me veten tënde, që shpjegojnë në një gjë, apo video nga sport? Pra ishtin kështu që për shembull... Materiale që merje nga YouTube dhe bëje kombinime vetë. Po, edhe kjo më çoi YouTube channelin deri në 500 subscribers-a,
Me tani kemi nis podcastin. Për... Ja, tani, unë këtu për shembull e kam atë merakun, në bashkëbisedim me fëmijët që sa subscribers sa do arrim, sa shikueshmëri do marrim. Bën lek bjeta më thot mua, YouTuber. Ke parasysh? Lek si YouTuber, do të konkurrojnë me Mr Beast. Edhe pse nuk e ka qef, po, patjetër. Çfarë ke kuptuar nga Mr Beast? Se jo, okay. Mr Beasti, unë e kam parë që ai asnjëherë nuk është dorëzuar, ve gjithmonë postonte çdo javë ose madje vetë çdo ditë, derisa ai u bën YouTuberi më i njohur në botë me 500 milion subscribers. E bukur është se ndonjëherë njerëz kur e shohin nga lart të pjesën e YouTube-it apo këtyre klikimeve të mëdha që t'japin lek, mendojnë se çdo kush me njëherë mund të bëhet me miliona subscribers apo me miliona views apo me miliona para. Unë besoj që duke i futur që tani në këtë rrugë, to e kuptojnë vetë, mësojnë durimin, mësojnë disiplinë, kuptojnë që ai kthimi, ato miliona subscribers nuk vinë me njëherë, edhe kuptojnë që duhet punosh fort. Pra modeli si Mr Beasti apo modeli si Gary Vaynerchuk që e kam ndjekur dhe unë, janë modeli që kanë filluar me pak, kanë filluar me persistencë, ditore, kanë bërë diçka që e kanë pasion, se kjo është më e rëndësishme, besoj unë. Ne do orientojmë te pasionet. Pra nëse kanë një pasion futbolli apo kanë një pasion një gjë tjetër, komentimin, pse jo? Po pasion, domethënë pasioni i futbollit është një gjë, si në rastin e Enios, për shkakun që e ka patur qefë, që i vogël futbollin i njeh, di statistikat, i thej që të thotë kombëtarët, lojtarët edhe ata të rezervat, jo vetëm ata që do të luajnë, po këta që po flasim ne Mr Beast, i Stream e tjerë sa janë, domethënë, nga këta youtuberat e suksesshëm, janë komentator të një loje në Minecraft apo lojrave të ndryshme të Robloxit, pra dhe i lën fëmijët tanë dhe fëmijët e kësaj bote që jo të luajnë vetë, siç luanim ne dikur, po të jenë pasiv dhe të dëgjojnë këta se si luhet. Çfarë mendon ti Eni për këtë gjë? Ku shef ta? Që u tregojnë ato sekretet, ato hilet, ato se si duhet të luani. Është zakonshme duke parë ato se si luan. Pse e shikon ti atë? Pse e shef ti atë? Por ata shifen se për shembull kur ata vergjojnë lek në atë lojë, tregojnë versionin më të mirë që është ajo lojë për shembull. Ve tregojnë siç veti që si të luash, si të bësh më i mirë, si të për shembull hilet e lojrave, po. Po pse s'luan veti për shembull? Në që të kryosh eksperiencën tënde, të luash vetë, të rish aty, ti kuptosh vetë mekanizmat si funksionojnë, po duhet të dëgjosh se si ta thotë i Streamit ty. Për shembull, unë për vetë luaj lojrat, për vetë shoh youtubersat, sepse dua të përmirësohem në lojë, edhe të di për shembull të jem ta di shumë si ta luaj lojën. Që ti jesh i mirë, no? Që ti jesh i mirë. Pra janë shortcut. Po pra shortcut gjithkohës. Do të shortcut. Pse do i vjen nga kjo rruga këtej? Shkurt. Jemi çik të ndikuar nga kjo pjesë. Ne jemi edukuar që rruga e shkurtër nxjerr më gjatë, o Gerti. Po, edhe këtë nuk është se konsumojnë rrugë të shkurtër, thjesht se e konsumojnë nga ekrani, po normalisht po ta vesh edhe si mënyrë të mësuari, nuk është e gabuar. Pra praktikisht ti bën eksperjencat e tua. Okej, unë po të bëj oponencën ty, se dua të kuptoj se janë dilema që kemi ne prindrit sot, domethënë. Po përpiqem të analizoj, domethënë këta ne mënyra jone të mësuarit ka qenë ndryshe, ka qenë më autodidakte, pra duhet si t'i japin, mësoj, përmendesh librin, ndërsa tash këta nuk kanë më vetëm një libër. Pra te shkolla e Enës nuk ka libër.